Puna nuk është turp. E kam më tepër edhe me brezat e rinj, pra, me të rinj, sepse shikojnë trendet e ndryshme që përhapen në rrjetet sociale, shikojnë shembuj disa njerëz të cilët nuk duhet merren për shembuj njerëz që nuk punojnë, që mbase merren edhe me gjëra jo të lavdëruara, edhe ndërtojnë një jetë si jetë luksi, dhe mendojnë se kjo është jeta, apo nuk është kjo jeta, vallahi. E kur shikojnë prindin e vet pastaj që është punëtor krau, ose kur shikojnë prindin e vet që është zanatali, e shohin mase i krijohet një ndjenjë jo vlerësimi, po mase edhe një ndjenjë keqardhje. Edhe ndjehen keq për atë që e kanë babën ose nënën ose familjarët e tyre. Dhe kjo është për të ardhur keq, vallahi. Kjo frym që futet kështu, kjo është katastrofë. Puna nuk është turp. Nëse punon me hallallik, edhe punon me djers, edhe punon me pastërti, ka nderu Allahu xheleshanu, punën tate e vlerëson vetë Zoti. Profeti alayhi salatu wassalam ato dur që punonin i nderote dhe i puthe subhanallahu el-azim. Neve nuk themi që ti të pengohesh, që të kërkosh më të mirën për jetën tate. Inshallah nuk bëhesh punëtor, bëhesh drejtor, nuk ka problem. Të bëhesh edhe kryeministër, edhe ministër, edhe president. Po puna është që mos përçmoskëm dhe mos mendo se puna është turp, puna është nder dhe krenari. Kjo është e para fare.